Prandaj tregohet domethënë në historinë e Ebu Sufjanit radiallahu anhu kur është konvertuar në Islam, e morën vesh mushrikët e Mekës se pejgamberi alayhi salatu wasallam me 10.000 ushtar është tu ardhur në Mekë. Ebu Sufjani radiallahu anhu me disa njerëz doli jashtë Mekës që me prit pejgamberin alayhi salatu wasallam që me pas se çfarë qëllime ka pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe aty domethënë adnat ose të nesërmen u konvertu Ebu Sufjani radiallahu anhu në Islam. Konvertim të sinqert. Ebu Sufjani mas fexhrit, kur u thirr ezani për sabahin, Ebu Sufjani u trondit pak. E kapi tmerin. Se pa me një ezan, ato 10.000 ushtarë u çujtën kamp. Dhe secili filloi me lajt vetën me përgatit me mor abdest. Ai u çudit. I tha Abbasit, ja Abbas, këta domethënë nuk vepron ai gjë për vetëm se ndjekin. Abasi radiallahu anhu i tha, me u andalu edhe bukën edhe ushimin edhe pijen e ndjekin ata. Shko, do të thonë, tu andalojnë pejgamberi alayhi salatu wasallam këtyre burrave dhe bukën edhe pijen, janë gatshme ta ndjekin. Ti binden. Ta ta pyesësh ti vetën tënde dhe unë vetën time, a jemi prej atyrve? Ose jemi ku na vjen argumenti të përndridhur. Ma mirë të jesh i përndridhur duke ecë, se jam muhabeti, se sa i përndridhur në mendime dhe në qëndrime. Ebu Sufjani radiallahu anhu i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Resul Allah, se kishte në Islam mo, a na ke lënë ti neve për shkak këtyrve ftyrave, për shkak këtyrve njerëzve? Atëherë i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju më keni detyru, ju më çytët mu prej Mekë, kurse këta njerëz më e kanë përqafu domethënë thirrjen time, e kanë përkrah, e kanë pranu këtë thirrje. Që do thotë domethënë atë që lidhi pejgamberin alayhi salatu wasalam me ato sahabët ridwanullahi alehim, çka ishte? Feja, jo preardhja, se preardhin e kishin Mekë dhe këta i kishin familje, si Ebu Sufjani, si të tjerit e kështu me radhë. Por çka lidh njeriu aty desha me dal, është çështja e fesë, çështja e akidës, jo çështja e dunjas, çështja e profitit, e përfitimit e kështu me radhë.